Dy ishin arsyet e prishjes së konsensusit mes demokratëve dhe socialistëve për nismën e qeverisë për dhënje amnistie e arritur të martën në mbledhjen e Komisionit Parlamentar të Ligjeve. Pas miratimet me konsensus në parim të projektligjit, mbledhja e Komisionit të Ligjeve këtë të mërkur solli amendime të reja nga deputetet e Partisë Socialiste, të cilat u rrëzuan me forcën e kartonit nga deputetët demokratë. Propozimi i parë i opozitës kishte të bënte me mos përfshirjen në projektligjin e amnistisë për dy vepra të kodit penal ushtarak, që ka të bëjë me plagosjen e rënd me dashje dhe shpërdorimin e detyrës nga drejtuesit ushtarak. Deputetja e opozitës Ermonela Felaj e mbrojti këtë propozim me argumentimin se në rast se këto qëndrojnë në projektin e qeverisë për amnistin, me rastin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, do të përfitojnë të akuzuarit e tragjedisë së Gërdecit. Demokratët nuk pranuan këtë propozim të opozitës, duke argumentuar se ky amendim nuk është bërë në seancën e parë të shqyrtimit të draftit të qeverisë dhe me forcën e kartonit, majoranca e ka rrëzuar. Kjo ishte vetëm çështja e parë për të cilën demokratët dhe socialistët thyen konsensusin mes tyre, pasi propozimet e deputetëve të opozitës në projektligjin e amnistisë ishin të shumtë. Një tjetër propozim i cili solli debate dhe kundërshtim mes palëve, ishte edhe propozimi i Partisë Socialiste për të amnistuar edhe personat e akuzuar apo të dënuar për thirrjen e tubimeve të dhunshme. Një kërkesë kjo që prek direkt të akuzuarit për çështjen e 21 janarit, e cila është rrëzuar nga demokratët. Përfaqësuesja e qeverisë, e cila ka mbrojtur projektin e amnistisë në Komisionin e Ligjeve, Marsida Xhaferllari, deklaroi se këto grup veprash penale kanë qenë gjithmonë pjesë e ndalimit të amnistisë. Shqyrtimi i projektligjit për dhënje amnistie për të burgosurit apo të pandehur që janë në ndjekje penale ka sjellë edhe reagimin e familjarëve të viktimave të tragjedisë së Gërdecit. Me anë të një peticioni, shoqata familjarëve të viktimave të Gërdecit i ka bërë thirrje kuvendit që të vlerësojë me kujdes projektin e qeverisë për amnisti. Në thirrjen e hapur drejtuar kuvendit të shoqatës së familjarëve të viktimave të Gërdecit thuhet se në draftin e kësaj amnistie shohim se autorët tregojnë qartë se nuk kanë pësuar asgjë nga tragjedia e Gërdecit.